Dënohet me vendim të formës së prerë Ilir Selmani për vrasjen e ish policit Santiago Malko. Atij do t'i duhet të vuajë 28 vjet heqje lirie për ngjarjen e gushtit të 2019-s te zona e Xhamllikut në Tiranë. Apeli i posaçëm la në fuqi vendimin e shkallës së parë të vitit 2023, ndonse gjykata e lartë e ktheu për rigjykim. Afërsisht një muaj më parë, Ilir Selmani doli nga qelia duke u vënë në arrest shtëpiak pasi paraburgimi humbi fuqinë ligjore. Tashmë, atij do t'i duhet të kthehet në një nga burgjet e sigurisë së lartë për të shlyer dënimin e dhënë nga gjykata. Mbi të rëndojnë akuzat e vrasjes me paramendim përmes krimit të organizuar. Për të njëjtën vepër penale është dënuar Leonard Duka me 30 vjet burg. Ilir Selmani ishte pjesë e grupit kriminal sipas SPAK, ndërsa nga zbardhja e krimit të rënd rezulton se porositës dhe organizator ka qenë pikërisht Leonard Duka. Santiago Malko u ekzekutua mbrëmjen e 27 gushtit të 2019-s me breshëri plumbash në zonën e Xhamllikut, teksa po lëvizte me një automjet BMW X5. Ish polici ishte një nga miqtë e afërt të Ervis Martinajt.